Rreshtet e javës së fundit që kanë përfshirë vendin tonë kanë krijuar probleme në rrugët rurale të Bashkisë së Klosit. Rruga që lidh fshatin Mishtër të Gurrës me fshatin Nunjat e Bel është thuajse e pakalueshme. Sasia e madhe e rreshjeve të shiut ka bërë që në rrugë të krijohen gropa, ndërsa problem mbeten për rrjenjë të cilët kanë sjellë shumë inerte apo kanë plurje të mëdha ujë. Banorët e zonës dhe kalimtarët shprehen se gjendja e rrugës është shumë e keqe, ndonse shkak për degradimin e saj janë bërë rreshjet e fundit të shiut. Më problem mbeten për rrjenjë në të cilët uji kalon mbi rrugë pasi nuk janë vendosur tombino. Në ditët me shi ata bëhen të rrezikshëm jo vetëm për këmbësorët, por edhe automjetet pasi rrezikojnë të rëmbehen nga rrjedha e ujit të madh. Gjë që shefet, e kupton. Prandime hapin sa dush, si mas buxheti që merr bashkia, është e drejtë që ti rregullojnë. Jo që kjo kohë nuk ka, për shembull për rregullim, e kupton, për arsye se o lakshten, tani populli pret për ma merë, me një mund, masases shqit. Kjo drejtojt qënftut në njëta, i thonë, pjesa jëtet. Një situatë e ngjashme është me të gjitha rrugët rurale të Bashkisë Klos, të cilat nuk janë të asfaltuara, ndërsa ka nisur puna për riparimin e tyre.